Sigur të kishte pas presidentja Kosovës edhe 1 vit mandat, kjo tema që do ishte diskutu. Dhe kur para 1 viti sa ne u blokuam, sepse nuk i kishin 61 ulse për ta konstituu vetë kuvendin, atër zonja Osmani kishte 1 vit mandat plus. Atër kjo e njëjta opozitë, e njëjta PDK, e njëjta AK, nuk merrnin pjesë as pak në konstituimin e kuvendit dhe na refuzonin neve ekskluzivitetin e kryetarit kuvendit dhe kërkonin drejt fjale, kërkonin diçka që s'është askund në kuadrin kushtetues të Kosovës, një konsultim paraprak për një post që të takon dhe që e ke fitu zgjedhje. Dhe kjo pastaj blokada parë na çoi tek zgjedhjet e dyta, kalendari me presidentin veç u përput sepse u krye mandati i zonjës Osmani. Pastaj aty ne kishim numrat për konstituim për president, 80 deputet prezent nuk qëndruan në sallë, dhe shkuan prapë në zgjedhje. Tash ne i kemi, shikoni, në Kosovë presidenti zgjedhet me 61. Dhe thotë, legitimiteti i presidentit është me 61 vota në rundin e 3 të votimit. Ideale do të ishte që presidenti të merrte 80, sikur në Shqipëri që i kemi rundet e para janë me shumicë të kualifikuar, nëse i merr, nëse nuk i merr, pastaj zgjedhet me shumicë të thjeshtë. Në sistemet parlamentare kështu funksionon. Por nuk mundet një parti që ka dalë nga zgjedhjet që s'kanë qenë presidenciale, ka dalë me një rezultat caktuar, nuk mundet tash me ardhë dhe me pretendu që me keq përdor kalendarin presidencial si një farë mjeti, shantazhi ose presioni për të marrë diçka a posteriori që nuk ja kanë dhënë qytetarët. Apo i përkon lëvizjes vetëvendosje kjo situatë? Se besoj do të mbajë dhe përgjegjësinë më të madhe, se është forca më e madhe e qeverisëse dhe partia më e votuar dhe Albin Kurti është më i votuari nga gjithë. Po, për ne kemi synim që ta bëjmë Kosovën me institucione stabile, tashmë legitimiteti. Pse s'po arrini këtë synim? Nuk diskutohet, por shikoni ka një defekt madh në kuadrin kushtetues të Kosovës, një vendim i gjykatës kushtetuese të asaj kohe, vendim që është marrë duke u bazuar në momentet politike të atij momenti, dhe tash ne po ja shohim sherrin një farë forme, sepse është shpik diçka që s'ekziston askund, quorumi i dyfisht, do të thotë kërkohet nga deputetët veç të jenë në sallë, por nuk kërkohet vota e tyre. Është absurditet të cilin ne duhet ta gjejmë një mënyrë ta kapërcejmë ose ta ndrojmë kushtetutën, ta bëjmë përzgjedhje presidentit direkt nga populli, por në rrethonat siç janë, duhet që ata në fakt duhet humbsi me pranu humbjen dhe më u tregu pak më konstruktiv, sepse fituesi nuk është duke thënë, ne s'po themi që presidenti na takon neve, ne po themi hajde ta gjejmë një emër që s'është i partive, që s'është i jone, as i juji, dhe ta bëjmë president. Ideja është ta bëjmë Kosovën me president, jo një parti politike me president, sepse sistemi kushtetues në Kosovë nuk ka president partijak. Presidenti në momentin e votimit, ai tani është garantuesi i unitetit të gjithëve dhe nuk i takon asnjë partie, nuk mund të jetë i dobishëm për partinë nga e cila ai mund të rrjedhë. Prandaj është absurde për një parti politike sot që ta kërkoj presidentin, se presidenti nuk kërkohet në Kosovë, nuk është i partisë. Synimet tona janë krejt qarta në fakt, janë krejt fisnike dhe janë totalisht thjeshta. Janë bërë zgjedhje 3 herë, ka dalë rezultati përveçërisht i njëjtë. Edhe nëse shkojnë prapë zgjedhje, do përsëritet aty këtu me një ndryshim